Një aksion i rëndësishëm policor ka tronditur showbizin turk gjatë orëve të fundit. Sipas mediave vendase, operacioni i zhvilluar në disa zona të Stamboll ka çuar në shoqërimin e 7 personave, mes tyre edhe figura të njohura publike. Aktori Can Yamal dhe aktoria Selen Görgüzel janë shoqëruar nga autoritetet pas kontrolleve të befasishme në disa klube nate. Stine ka komentuar vëllai të madh vendimin për t'u larguar nga Big Brother VIP Albania. Ai nuk ishte i pranishëm në sallon në nisje të Prime-it. Sipas deklaratës së tij, arsyeja e largimit lidhet me faktin se qëllimi për të cilin kishte hyrë në lojë nuk është më i pranishëm. Stine ka theksuar se kishte hyrë për të luajtur, por tashmë nuk ndjen më dëshirën për të vazhduar qëndrimin në shtëpi. Castro Zizo trondit me rrëfimin më të sinqert të jetës së tij në Mirëmbrëma yje me Arbana Osmani. Kam qenë dhunues verbalisht dhe përndjekës, një pranim që askush nuk e priste. Pendesa, autokritik dhe e vërteta pa filtra. Për rrëfim të plot, kliko më poshtë dhe ndiq videon. Dolçen, një nga banorët e Big Brother VIP Kosova, ka shkaktuar reagime të shumta me një veprim që askush nuk e priste. Pavarësisht të ftohtit ekstrem dhe dëborës, ajo pa duke kërcyer jashtë shtëpisë, e veshur vetëm më të brendshme. Pamjet u bën menjëherë virale, duke ndezur diskutime të forta mes publikut dhe banorëve brenda shtëpisë. Pas publikimit të një lajmi me titullin se familja e Mateos ishte tallur me përgjigjen e Brikenës në Big Brother VIP Albania, ka ardhur reagimi nga Instagrami zyrtar i Mateos. Shkaku bë një video e shpërndar në rrjetet sociale, ku aludua se objekti ishte Brikena Selmani, me të cilën Mateo është përfolur për një lidhje. Personat që menaxhojnë profilin e tij sqarojnë se bëhej fjalë vetëm për një ripost, pa koment dhe pa asnjë qëllim keqdashës. Në reagim thuhet se askush nuk është tallur apo lënduar qëllimisht dhe se Brikena respektohet plotësisht, duke theksuar se ata e kuptojnë presionin emocional të lojës dhe nuk dëshirojnë konflikte dhe negativitet.